U rikthyem sërish në studio, tani më si gjithmonë e keni kuptuar se në pjesën e 2 gjithmonë kemi të ftuar tan special. E dim që tani jemi viti i ri sipas kalendarit Islam Hijri, viti 1447. Dhe për të biseduar për rëndësinë e kësaj nate të madhe, kemi në studio të ftuarin tan Abdul Gjemil Nesimi, dekani Fakulteteve të Shkencave Islame. Përshëndetje i nderuar, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Atëherë mund të na thoni se çfarë është nata e Hijrit e pse është e aq e rëndësishme kjo natë për besimtarët musliman. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut bëmirësit të përgjithshëm mëshiruesit. Falënderimet dhe lavdimet i takojnë të Madhit Zot për mirësitë, begatitë e shumta që na ka dhënë. Anjëherët na ka udhëzuar, musliman na ka bërë, na ka dhënë jetë, mundësi dhe shëndet që të arrijmë këtë ditë, këtë natë të begatë, i cili Madhi Zot e urdhëroi profetin e tij të emigroj nga vendlindja e tij Mekja për në Medinë. Në këto çaste të begata, në këtë shtëpi të madhe të vendit tonë, përcjellim përshëndetje Muhamedit a.s. të cilin i Madhi Zot e dërgoi pishtar ndriçues, mëshirë për mbar botrat, i cili është model në durim, sakrificë dhe në mësim. Përshëndetje qofshin mbi kohanikët e tij, të cilët çdo urdhër të Zotit, rekomandim të profetit e zbatuar, duke lënë familjet, pasurinë, shtëpitë e tyre për të emigruar atje në vendlinjen e dytë të tyre në Medinë, dhe përshëndetje të pandërprera qofshin mbi mbar ata të cilët e kujtojnë, e madhështojnë këtë natë të begatë, e cila do të madhështohet, kujtohet dhe mbi të reflektohet derisa të ekzistojë jeta në këtë univers. Muslimanët sot lënë ditën e fundit të kalendarit Hijri 1446, plot me ditë e menet, 350 ditë e net, të cilët kohën e tyre e bazojnë në hënë, andaj nga sonte fillon nata e parë, gjëgjësisht kalendari viti i ri Hijri 1447, që në fillim dhe në këto momente uroj që të gjithë besimtarve vitin e ri Hijri, me lutje të Madhit Zot që ky vit të sjellë të mira, të përgjithshme, paqë, tolerancë, afërsi dhe dashuri në mesin e muslimanëve dhe në glob, në botë, në përgjithësi. Andaj në këtë natë, kurdo dhe kudo që janë muslimanët, mbi 2 miliardë, kujtojnë para 1447 vitesh momentin ku pejgamberi alayhi salatu vesselami në direktivat e të Madhit Zot duheshte që ta lënë vendlindjen më madheun e tij, për të cilën ne kujtojmë citatet e tija: ti Mekja e bekuar, vendlindja ime, të dua më tepër se çdo gjë, megjithatë këtu nuk jam i lirë. Është momenti për të ta kthyer shpinën dhe të drejtohem në vend tjetër të bekuar, pra atje në emrin qytetin e atëhershëm të njohur Jethribi, për të bërë pra Medinja e ndriçuar, foleja e ditë e muslimanëve. Mund të na thoni i nderuar se çfarë mësojmë nga udhëtimi i profetit Muhammed nga Mekja në Medinë? Udhëtimi i pejgamberit alayhis salam nga Mekja në Medinë nuk ka qenë i rastishëm, ai ka qenë i planifikuar. Andaj, kur hedhim një shikim, analizë tek të gjithë profetët e Zotit, nga Ademi a.s. deri tek Isa a.s., do të kuptojmë se çdo profet ka bërë emigrim dhe ka bërë hijret, pra ka lëshuar atë dheun më madheun e tij, duke kujtuar në ajetet e para në të cilën pejgamberi a.s. aty në natën shumë të madhe, në natën e përcaktimit, natën e Kadrit, kur do t'i pranoj ajetet e para për t'u kthyer i friksuar tek bashortja e tij
dhe pas asaj situate të ndodhur do të mundohet bashkëshortja për ta quar tek personaliteti shquar atë botë i njohur Veraka bin Naufeli për të dhënë ajë sqarimin dhe çka ndodh me Muhamedit a.s. Dhe pas asaj që kishte përjetuar për t'ia shpjeguar, Veraka bin Naufeli i shtyrë në moshë do të thotë jam shumë i vletër, por ajo birim që këtë ka ndodhur ti, ka ndodhur çdo profeti. Andaj ti nga këto qaste duhet të përgatitesh se duhet ta lësh Mekën. Por mos e lë për të vazhduar në fjalime që ajo ishte një lajm i rënd për pejgamberin alayhis salam, për të thënë e çka do t'u bëj këtyre njerëzve unë për ta lënë Muhamedin tim, për të thënë se çdo person i dërguar nga Zoti sikur ti është larguar nga Muhamedi. Andaj udhtimi i pejgamberit alayhis salatu vesselam nga Mekja në Medinë ishte në urdhrin e të Madhit Zot, ishte rekomandim dhe nga ana tjetër duheshte ai që ngadalë të përgatitet për ta lënë pra Mekën dhe për të shkuar në Medinë, me që Mekja është qyteti i përzgjedhur i Allahut fuqiplot, në të cilën e ka venduar shtëpinë e tij Kaben, ndërkaq që Medinja është qytet i përzgjedhur nën inspirim të Zotit i Muhamedit alayhis salam, që ai të ndërtoi atë shtëpinë dhe xhamin e tij, dhe këta dy vende qytete të bëhen shtete. Andaj hijreti si një datë shumë e rëndësishme, udhtimi i pejgamberit alayhis salam, në shohim në aspekt gjeografik, nuk është një udhtim edhe aq i lartë toksor brenda 420 kilometre, dhe para disa vitesh pejgamberi alayhis salam bëri një udhtim shumë të lartë aty nga Mekja për në Jerusalem dhe për të bërë Isran, rrugtimin e tij brenda një pjese të natë, dhe nga aty pejgamberi alayhis salam do të ngritet në pjedestjalen më të lartë pra që ekziston për të biseduar me të Madhin Zot. Edhe pse kjo ndodhi është e vendosur në mesin e Kur'anit, megjithatë udhtimi, emigrimi, hijreti i pejgamberit alayhis salam është një ditë, një moment i cili bën kthes dhe bën ndarje, kështu që është shumë i rëndësishëm dhe jo rastisht është e vendosur apo ndodhia e ngjarë në mes të profetërisë të pejgamberit alayhis salam, i cili 13 vite gati i kaloi në Mekë si profet, dhe hijreti dhe kjo datë e cila përkon me të nesërme një Muharrem do ta lëshon Mekën për të shkuar në Medinë për të nisë një fazë krejtësisht tjetër. Me që në Mekë pejgamberi alayhis salam me besimtarët në numra që i kishin, çdo ditë e më tepër shtoheshte dhuna, trisnia, persekutimi, ekzekutimi mbi çdo besimtar që do ta pranonte, kështu që numri i tyre edhe pse ishte ndoshta i pakët, megjithatë numri i tyre i pakët reflektonte dhe mbigadjente me që të gjithë ata të cilët ishin aty, pra udhëtësia, paria mekase, me që pejgamberi alayhis salam atë padrejtësi, zullumin e ushtruar dëshironte që ta kthej në liri, në demokraci, fundi ta kthej nga teri në dritë. Megjithatë, çdo ditë e më tepër që kalonte padrejtësia, persekutimi, dhuna, shtoheshte gjithnjë e më tepër. Këtë i Madhi Zot e vëzhgonte, e përjetonte pejgamberi alayhis salam, dhe tërë kjo ndodheshte dhe hiç çdo ditë e më tepër afroheshte se është momenti që përsëditi të lind Islami, nga ana tjetër që ato të shpërngulen nga një vend i izoluar në një vend tjetër atje pra në Medinë. Zotërin Esimi, mund të na thoni se pse ky udhëtim quhet hijri dhe jo vetëm një aratisje apo një emigrim? Hijr është tregërokshë fjala në gjuhën arabe nga hejre, që do të thotë emigrim, largim, braktisje, udhtim. Megjithatë ka dallim në mes hejre dhe haxher, me që ndodhia e hijretit, për rëndësinë e saj
do të kuptojmë se Allahu fuqiplot, përpos se çdo profet kur na jep neve si modus, potencon se çdo secili prej tyre ka emigruar. Nga ana tjetër, për rëndësinë e hijretit, i Madhi Zot e ka potencuar në mbi 30 vende në Kur'anin famlar. Nisur nga kjo dhe nga ky udhtim i pejgamberit alayhis salam, shkencëtarët islam apo studiuesit i Kur'anit këtë shkputje largim të pejgamberit alayhis salam, thjeshtën këtë datë do të ndikoj në personalitetin e pejgamberit, në botkuptimin e sahabeve, jo vetëm edhe me kaq, por ajo do të ndikoj edhe në vetë shpalljen Kur'anin famlar. Me që më muslimanët nga kjo datë Kur'anin do të ndajnë në 2 pjesë dhe atë sure dhe kaptina mekase dhe sure dhe kaptina medinase. Që në tot hijreti në formën, kisha thënë, hirurgjikale do të ndikoj në Kur'anin famlar. Andaj hijret do të thot shprëngulje, lënje e mëmëdheu, ndërka që në aspekt terminologjik do të thot largimi nga një vend në të cilën nuk ka hapësirë për praktimin e dispozitave, rregullave, adhurimeve islame në një vend të lirë ku mund njeriu në mënyrë të lirë të krijë rritet e tija fetare, por në rastin aklentat nuk kuptojmë emigrimi i pejgamberit alayhis salatu vesselamit nga Mekja e bekuar në Medinën e ndriçuar. Mund të na thoni se cili është mesazhi kryesor që sjell hijri për ne sot? Hijria apo emigrimi i pejgamberit alayhis salatu vesselami nuk do të thotë ikje, nuk do të thotë me që ka nga ajo dallim braktisje, me që braktisja do të thotë vinë në momente individuale, nga ana tjetër pa analizuar mirë, për të shpërtuar veten, dhe nga ana tjetër për të shkuar në një vend tjetër, ndoshta i pasigurt, pa projekt, pa plan dhe i papritur, i mirëseardhur, ku në çdo moment pas kalimit në një vend në vend tjetër, ndoshta të prekë edhe një braktisje tjetër. Ndërkaq hijreti nuk është i tillë. Dhe për sot neve, sikur atëherë, ja pra i Madhi Zot, ajo që potencuam që në fillim, nuk intervenoj në mënyrë të mrekullueshme apo siç i themi ne të jashtëzakonshme, mucize, siç e barti pejgamberin alayhis salam deri në Sidrel Muntaha, pra pjedestialen më të lartë, por në mënyrë të urtë, në mënyrë pra njerëzore, me që njeriu është qenje e cila kalon nga një fazë në fazë tjetër, çdo ditë i ka risit, novitetet, sfidat, problemet e veta, nga që për të gatuar, krijuar një popull, ne i themi në fjalorin tonë një ummet, duhet që të kalojë në përfaza dhe atë duhet të merret parasysh gradualiteti që pjesë ndryshimeve të jetë pra vetë ajo bërthama apo të jetë njeriu. Dhe ajo që neve mesazhi i saj, me që ndodhit rastet, sikur ndodhia shumë ngjarja e madhe e hijretit, nuk është vetëm për të ndëgjuar, vetëm për të ligjëruar, vetëm për të afruar si një tregim dhe një rrethim, por ajo reflekton, kërkon zemër të pastër, mendje të ndryshme, analizë dhe fundi duke analizuar, reflektuar ajetet kuranore dhe këtë ndodhi kaq të rëndësishme në Islam, jo vetëm për muslimanin, por për mbar njerëzimin, që ata ta drejtojnë jetën e tyre, të ardhmen e tyre, duke e kujtuar të kaluarën për të ndriçuar ardhmërinë për një situatë, një gjendje dhe kushte më të mira për jetë. Çfarë do të thotë kjo natë e madhe për gjithë besimtarët musliman? Kjo natë e madhe është e madhe, me që jo në vetëm në atë formën taksative, por madhështia e saj, ajo që thamë neve, për të marrë përjetësinë, me që jo rastisht Allahu fuqiplot në kaptina të ndryshme e potencon hijretin, që neve të marrim mësim, neve të marrim mesazh. Ja pra nga ana tjetër, ne kemi të bëjmë me një pra dy vende, dy qytete dhe më pas shtete, për të kuptuar ajo mono dhe
dhe polo, me që ati në Mekën e bekuar atë botë ishte të egocentruar në një etnitet të cilët që të gjithë ishin arab, megjithatë ata besoshin në shumë zotra, pra e kishim atë shirkun apo politeizmin. Ndërka që emigrimi i pejgamberit a.s. atje në Medinë, do të shifshim një pluralizëm, por nga ana tjetër ati e kemi monoteizmin, me që për të lënë Mammadheun, për të lënë bashkomësit e tij, pejgamberi alayhis salam, të cilët ishin një etnitet, një gjak, por në opinion, në bindje ata ndryshoshin. Kështu që në këtë rreth pejgamberi alayhis salam nuk e gjeti veten. Andaj i urdhruar nga Allahu fuqiplot të shkojë në një qytet tjetër, atje të cilët ishte qytet i përbër, më nga musliman, të qifut dhe të krishterë, por në thelb ata besojshin që të gjithë në një Zot. Dhe ajo që mund të mësojmë fundja, ajetet, thënjet, ndodhia, ka të bëjë se si mund të reflekton, vepron dhe jeton një musliman apo një besimtar në një vend të izoluar, ku ai është pra me një vend ku ka të bëj me një pakic, por qoftë të jetë pra që të gjithë të konfesionit apo të nacionalitetit të tij, dhe nga ajo në një qytet tjetër pluralizm, të cilën si mund të sillet Islami dhe muslimani atje. Për të kuptuar se to di qytete të përzgjedhura nuk janë rastisht, ku sot ne kujtojmë se muslimani si mund të beson, vepron, jeton në një vend tjetër ku ati gërshëtohen edhe në nacionalitete dhe konfesionet të tjera, dhe nga ana tjetër ku pjesa dërmuese mund të jetë qytet apo shtet monot, që të thotë i një feje dhe një nacionaliteti. Zotëri Nesimi, mund të na thoni se si lidhet hijreti me ndihmën ndaj të tjerëve dhe me mikpritjen? Mikpritja, duke u startuar nga jo maksima jon buk e zemrë dhe krip, është një mikpritje e çdo qytetrimi, por edhe tek ne shqiptar, do të kuptojmë se mikpritja e pejgamberit alayhis salam nga banorët rezident atit në Medinë, të njohur në leksikun ton, pra ensarët, ka qenë një mikpritje e jashtëzakonshme, me që muslimanët për hir të Zotit, ata lanë familjet e tyre, lanë adheun e tyre, lanë biznesin e tyre, lanë tokat e tyre, lanë familjet e tyre, kishtë braktisje bashorti, braktiste bashortin, fëmijën e saj, me që i Madhi Zot dëshironte një kalitje, një sprov, se kush në pjetje besimi, bindja në të Allahun fuqiplot, duhet të zhveshen nga që të gjithë çështjet e kësaj bote. Nga ana tjetër, sprova tjetër e ensarëve, atje që i pritën Medinasit, vëllezërit e tij në iman në udhëheqjen e pejgamberit alayhis salam, të njëjtët pra Medinasi përbëheshin nga dy fise, pari dominante, ensarët dhe muhaxhirët, të cilët më tepër se 100 vite që ishin në luftë permanente, që në thotë Medinja e ndarë në dy pjesë. Ja pra ardhja e pejgamberit alayhis salam që mahniti dhe do të mahnit tanë botën, do të kuptojmë se ata nga vëllezërit të tjerë në gjak ishin në luftë, por qoftë edhe për një kapric, një pjesë, një interes shumë të vogël. Me arritjen e muslimanëve në krye me pejgamberin alayhis salam në Medinë, ata lanë gjithë shka për Zot. Pra ishin sprova edhe për njerëzit dhe për tjerët, nëse mund të themi se kush e kishte më lehtë, a muhaxhirët që lanë gjithë shka apo ensarët, por mund të kuptosh se muhaxhirët lanë nga persekutimi, dhuna, e cila ushtroheshte në mënyrë permanente, ndërka që Medinasit u distancuan nga pasuria, kapitali i tyre në dashuri të Madhit Zot. Kështu që mikpritje duke afruar tokat e tyre, duke afruar bizneset e tyre, dhe nga ana tjetër duke afruar edhe shtëpitë e tyre, por jo vetëm që pronarit të zgjidhte cila ishte mirë, por ja linte çfarë ja linte në dispozicion
muagjirit, që më thotë emigrantit, për të zgjedh ai cilën dëshironte. Me që nga jo vllazëria në kom dhe në gjak u shëndrua në vëllezëri, në bindje, e cila është një mesazh se si neve duhet të sillemi me tjerët, të afrojmë ndihmë, respekt, të japim më të mirë, gjë të cilën ki populli ynë e ka treguar, por edhe më herët që tregon historia me popuj tjerë, me që fundi ajo që e kemi vlerë për të respektuar është mikpritja tek muslimani, në veçanti tek shqiptarit, të cilën neve në vitet e 99 e tregua me vëllezërit tanë atje që i pritëm në mënyrën më dinjitoze vëllezërore vëllezërit tonë të Kosovës, me atë persekutim, ekzekutim, internim. Pra, kjo është hijreti që na mëson dhe besoj se e kishim të qartë duke reflektuar në ajete dhe përvojën e pejgamberit alayhis salam. Mund të na thoni se çfarë mund të mësojnë të rit nga hijreti sot? Të rinjt, fundi është boshti, ata të cilët dhe presim ardhmëria jo, dhe në dorë të tjere neve na duken të ri, por përpos më pjekurisë, zemër, gjerësisë të tjere, forcës, potencës që e kanë, dhe ajo që mund të bëhet ndryshimi është vetëm me ta. Duke kujtuar në prizmën fetare se i madhi Zot, çdo profet që ka dërguar të ri. Andaj, kur i kthejmë nga kjo botë në botën tjetër të amshueshme, pia që e parë që si ju si e parashtruar në botën tjetër dhe të parashtrohet se ku ke kaluar dhe si e ke kaluar rinin. Andaj, poeti i madh arab ka thënë, asi kur të më vinte një ditë rinia, për t'i treguar se çka më ka bërë pleqëria. Mbi gjitha, kujtojmë se nga shkrepja e parë e besimit në Zot, fjala la ilaha illallah, e cila Islami dëshiron diversitet, dëshiron sfidë, dëshiron ballafatim, dëshiron do të thotë gërshetim të mendimeve, të kulturave, të ideve, por qofshin ata të jenë edhe në kontradikt me që Allahu fuqiplot në ajet kuranor thot e fela yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fi ikhtilafan kathira, le të analizojnë Kur'anin nga fillimi deri në fund dhe le të japë secili mendimin e tij. A ka në diversitet në Kur'an, për të thënë se Kur'ani në tërësi, por e në veçanti të mangët apo diçka që nuk është hinore. Kështu që kuptojmë neve se besimtarët e parë që e pranuan Islamin ishin të rinj, duke startuar nga Ibn Mesudi, Aliu, Musibi dhe të tjerë, jo vetëm të ri, por edhe të reja. Andaj edhe gjatë emigrimit të pejgamberit alayhis salam, ku ai në mënyrë pra të fshet, por brenda dite e la Mekën e tij të bekuar, ku ai edhe pse ne që të gjithë besojmë në caktimin dhe kaderin e të Madhit Zot, por besimi në kader në fat vetëm mbështetja në të është përtatësi. Andaj edhe pse ishte urdhër rekomandimi hinor, pejgamberi alayhis salam e projektoi planin e tij që mund të themi zgjati ki plan 2 vite për të erdhur momenti për ta lënë Mekën, që unë thotë që të gjithë ata të cilët sikur aja krepi që lëvizën për të afruar çdo kohë dhe moment, ishin të rinj dhe të rejat, të cilët ata pra zbatojshin urdhrat e pejgamberit alayhis salam, që rruga e pejgamberit për të lënë Mekën për në Medinë ishte kryekput nga të rinj. Por edhe ata të cilët e pranuan atje pejgamberin alayhis salam në Medinë, po ashtu ishin gjelmosha të rinj, të cilët kishin kontakt në 2 vite para emigrimit, në vitin apo në muajt e haxhit, ku ngadal përgatitën terrenin që pejgamberit alayhis salam të presin, që do të thotë të presin emigrimin e tij. Mu për atë është ajo thënia profetike, të rritë më kanë besuar, pleqët të profeti shpesh herë më kanë mashtruar. Andaj roli atëherë në këtë ngjarje të madhe i të rive pra është më se evident. Nga ana tjetër, çdo gjë të cilën neve planifikojmë, ndrojmë, nuk mund të realizojmë pa të rit tonë që i kemi. Lusim të Madhin Zot që t'u jap shëndet, jetë
me që çdo herë ndryshimet që janë bërë, i kanë bërë të ri dhe të rejët. Si mund të krahasohet hijri me emigrimin që ndodhë sot në përbotë? Dindja apo emigrim, hijret, lënja e vatanit, është një çështje shumë e dhimbshme. Tetatet është mëse e ndaluar, me që 12 vite pejgamberi alayhis salam aty në Medinë, në Mekë, kishte bëj me përpjekjen më të madhe që ka dhënë durimi dhe kreta e dhunë që ushtroheshte, ishte dashuria për atë dheu. Andaj Allahu fuqiplot në çaste të cilët politeistët do të projektojnë për të ekzekutuar pejgamberin alayhis salam, kur do të organizohen nga 30 fise kabile për të zgjedhur përsëri të rinj me shpatë në dorë, të hinë në dhomën e pejgamberit alayhis salam që ta ekzekutojnë, nga ana tjetër mos marrë përgjegjësi asnjë familje, nga që familja e pejgamberit alayhis salam ballas me 40 familje nuk do ta dinte se nga kush do të marrë hakmarrje. Andaj Allahu fuqiplot këtë momente përshkruan në zemrën e Kur'anit, në surën kaptinën Yasin, ku pejgamberi alayhis salam gjatë lënjes së dhomës së tij në shtrat do të vendoj djalin e ri, Aliun, kushuririn e tij, ajetet kuranore në surën Yasin, vejalna min bejni eidim sedden ve min khalfihim sedden fakshinahum fehum la yubsirun, dhe para dhe pas në venduam pend dhe ata nuk të shikonin. Pejgamberi alayhis salam do të marrë nga vendi tokë për të hudhur. Andaj këtu jemi në di pika. Kujtojmë momentin apo kushtin e 5 të Islamit ku përmbyllet misioni i pejgamberit alayhis salam, aty për të marrë pra kërkimin e faljes, për të shikuar në kodrën më të bekuar, në ditën më të madhështuar Arafatit, për të para aty atë Ka'ben, shtëpinë e madhe, për të thënë: o ju njerëz, dinja se gjaku juaj, nderi juaj, pasuria juaj, shpirti juaj është më i shenjtë se kjo ditë, ky vend dhe kjo shtëpi e Zotit. Nuk thau besimtar, thau njerëz, pavarësisht që jeni musliman apo të tjerë, me që njeriu ngritet në pjedestalen më të lartë dhe gjithçka që ka krijuar Zoti në këtë dhe në botën tjetër, nuk e ka krijuar për vete, për engjëll, për diçka, e ka krijuar për njeriu. Andaj pyetja më parsorë është ta shfrytëzon. Por njeriu për Zotin është të prekish në një njeri, pavarësisht fejen, gjuhën, konfesionin. Për Zotin është me 10 herë të shkatrojë universin më lehtë se sa njeriu. Nga ana tjetër, do të kuptojmë pejgamberi alayhis salam aty kur do ta lëshon Medinën, Mekën e bekuar, me tokën që do ta ngrisë, për të thënë, të tham lam të mirë, unë të dua shumë, por vendi këtu nuk është pjellor, nuk i tha mirë se erdhe besimin në të madhin Zot. Andaj më madheu, atë dheu është shumë i shenjtë dhe lutja që ka bërë pejgamberi gjatë atij rrugtimi 8 deri në 12 ditësh ka qenë i madhi Zot. Mos më merr shpirtin të kthehem edhe një herë në më madheun tim. Andaj në start duheshte shtill e imanit përpos fjalës nuk ka Zot tjetër përpos Allahut la ilaha illallah, ishte që ata mos emigrojnë. Por në moment të fundit duheshte që ta lënë me që shtill e imanit, pjesë e besimit, me që muslimanët brenda kësaj periudhe Ka'ben e kishin, por haç nuk bën. Ka'ben e kishin, po kible nuk kishin. Ka'be kishin, po tavaf nuk kishin. Ata nuk faleshin, nuk agjeroshin. Me që motoja ishte të besohet në Zot, njëherë besimet e kota të pastrohen si ato arsimtarë profesorët tonë, të cilët e pastrojnë atë tablën për të shënuar, regjistruar formulat të reja. Dhe nga ajo ideologji, bot kuptime, besimet të kota duhet të pastrohen dhe ata të përgatit të bind që më pas bindjes imanit, sendet pra do të rreshtohen. Kështu që emigrimi sot, dindja e popullatës tonë, ka ndodhur atëherë, do të ndodhë edhe ka ndodhur për një jetë më të mirë, me që situata, gjendja ekonomike, trisnit, vështirësit, pra e detyrojnë njeriu që të lënë më mëdheun vendin e tij,
Andaj unë kujtoj një ajet kuranore, kur molekët në çastet e fundit të jetës së çdo individit, kur do të vinë të mbarin shpirtin për t'i thënë ti rob, pse je në këtë vetmi, në këtë situatë të palavdueshme, me që ti je zotri tokës, për të thënë se unë kanë qenë shumë i dobët, andaj nuk kam pas mundësi që të bëj ndryshime, evlem tekun erdullahi vasja. Përgjigja e melekëve do të jetë, a nuk është toka e Zotit e shtrirë, e gjerë, që ti të emigrosh. Andaj emigrimi dhe kalimi i pejgamberit alayhis salam nga Mekja në Medinë nuk ishte hikje për vete, hikje nga vdekja, me që ajo ishte caktuar para se të vi njeriu në këtë botë, nga kaderin e të madhit Zot, por ishte që ai atje të marrë fuqi, të organizohet, që t'i kthehet përsëri t'i kthehet Mëmëdheut. Andaj të ri dhe të rejat tonë të cilët të lëshojnë vendin tonë, apelin është që të qëndrojnë këtu, me që jo vetëm të shohin përpara, por ndonjëherë të shohin edhe në gjeneratat më të vjetra se kemi qenë në situata më të vështira. Megjithatë, ajo që shkojnë atje shkojnë për të shkolluar, për të pasuruar, për të gjetë një hapësirë. Dhe fundi nuk është puna ata shkojnë, nuk është puna kur do të thehet, por kisha thënë një pyetje tjetër, ne që jemi këtu dhe ata të cilët mbajnë përgjegjësi duhet të thuan pse ata shkojnë atje. Pse largohet? E kjo pseja në filozofi thuhen nuk ka përgjigje për këtu, do të thotë mund t'ja gjejmë. Por nga ana tjetër, nëse ata kanë shkuar fizikisht, atje veprojnë, shkollohen, punojnë, ne shohim se përsëri identiteti, gjua, Mëmëdheu, dashuria e atyre është shumë më e madhe se sa këtu kene. Andaj nëse dëshiron të flasish për adetarizëm, sa e don vatanin, shtëpien, pragun, tokën tënde, mos bisedojmë ne të cilët jemi këtu, me që ne e flasim për nuk e përjetojmë. Ata duhet të japin pyetje se sa e shtrenjtë është Adeu dhe Mëmëdheu. Andaj ne shohim se nuk kemi shqiptar i cili më së paku nëse ne vim nga Maqedonia Perëndimore, Agjigostivarit, të cilët dindja është më e theksuar. Gati se në çdo moment për muaj vinë investimet e tyre, rastet e tyre, momentet e tyre të cilët ne shohim se asnjë popull në botë nuk e bën këtë që e bëjnë mos themi vëllezërit tanë, mos themi emigrant, të cilët janë atje dhe ata në çdo moment tuan lutim Zotin të vim dhe të kthehemi. Dhe gjeneratat të cilët ata janë atje është koha, momenti. Me që fundi ne jemi pjesë e Evropës, Evropa ne nuk do të shkojmë është e jona, jemi aty duam apo s'duam, por vlerat që i ka duhet që ne t'i marrim, por nëse kemi bariera për ato vlera të na vinë këtu, djem ton, bijt ton shkojnë atje për t'i marrë, që fundi nga atje të reflektojnë. Atëherë mund të na thoni se cilët janë aktivitetet për këtë natë të madhe nga Bashkësia Fetare Islame? Aktivitetet qofshin individuale, familjare, kolektive, shoqërore, çdo secili pra një aktivitet shumë të madh, nuk do të kisha nisur me institucionin tonë më të lartë të shenjtë Bashkinë Fetare Islame, por nga ju si moderatore këtu dhe kjo shtëpia jonë e madhe që reflekton fjalën e lirë, është që ja pra për këtë natë të madhe ju keni përgatitur emision dhe gjatë hyrjes në këtë derën e madhe të juaj, bashkë përcjellësi më tha se përgatiti për të përcjellur live manifestimin e Hijretit, që më thot nga ju pas ka filluar viti i ri, transmetohet dhe kjo është një vlerë shumë e madhe të cilën duhet ta themi para viteve nuk e kemi pasur. Andaj kemi këtu një hijret nga një izolim që kemi qenë në një liri. Tu ishte ajo që është domethënia e hijretit. Çdo familje islame, musliman e kujton dhe mundohet që të jap kontribut të afroj familjen e tij, të jap sugjerime. Nga ana tjetër, më koha e shpejtësisë, koha e internetit, rrjetet sociale, ku që të gjithë populata këmbejnë më urata njëra tjetrën dhe normalisht duam apo s'duam, misioni jonë në të kaluarën për dhe në të tashmen me dohapa më të mdhej dhe më stoik, çdo manifestim e përcjell që të reflektojnë, por jo vetëm që ne të mbana, por është ajo që e kërkon elektorati, e kërkojnë besimtarët dhe e kërkon njerëzimin mbar, me që çështjen e hijretit më së tepër nëse merr të analizosh,
urtësinë, mesazhet, kisha thënë më tepër jo muslimanët japin vlerësime për hijretin dhe ngrinë në pjedestiale shumë të larta. Andaj sonte Basia Islame pra në këtu në qendrën e shqiptarisë organizon në Filharmonin natën e madhe vitin e ri Islam 1447 për të uruar, por nga ana tjetër nuk përfundon me kaq. Kujtoj se çdo xhami sot përgatitet, por edhe të nesërmen, çdo muftini, por ajo më tepër që na le përshtypje përsëri atje tek hijreti, vëllezërit tonë të cilët janë të shpërndar kudo që janë, ato që festat kombëtare dhe ato fetare i madhështojnë, i respektojnë dhe janë pikë afrimi bashkimi për të analizuar në mes tyre për projekte për të bërë për çka në të ardhmen dhe të nesërmen. Që në thotë opinionin bar është i sensibilizuar për këtë natë të madhe, pavarësisht sfidave, problemeve në të cilën kalon bota në tërësi. Dhe në fund një mesazh për gjithë besimtarët musliman për këtë natë të madhe. Mesazhi për këtë natë të madhe, lutim Allahun fuqi plot që në tërë universin, në tërë globin, në planet të mbizotroj mirëkuptimi, të ketë paqë, dashuri, dhe kjo është thelbi i hijretit, me që hijret nuk do të thotë të lësh vendin nga një vend në një vend tjetër, atëherë do të ish vetëm formal. Por kujtojmë hijretin ku pejgamberi alayhis salam atje në Medinë i vëllazëroi dhe i afroi për të afruar edhe fundi, siç është e njohur, karta e Medinës dhe është thënia profetike. Me të vërtetë është inspirim hinor. Juve të qifut të krishterë dhe kushinit të tjerët, ajo që na takon neve u takon edhe juve. Andaj që të gjithë para Zotit jemi të barabartë dhe secili e lutën Zotin në mënyrën e vet. Pa dhunë, por nga ana tjetër me shpirt, zemër, mendje të pastër. Andaj lutim Allahun fuqi plot, ashtu siç e ka përshkruar pejgamberi alayhis salam pas imigrimit, se më pas çlirimit të Mekës nuk ka dindje, nuk ka hijret, por hijreti më i madh është që neve nga smira, xhelozia, mendimet e këqija, të distancohemi nga fjalët, nga inatet, të afrohemi dhe të zgjasim dorën, shpirtin njëri tjetrit, me që të gjithë pra këtë botë Allahu fuqi plot, jo për 8 miliard, por me miliarda e miliarda ka vend, ka mundësi, me që toka si glob, planet më i vogël, shumë pak është i banuar. Furnizimi i Zotit është shumë i madh, megjithatë problemet që i kemi duke tentuar që t'ja marrim tjetrit për vete, nga risku është pra i caktuar, por atë që e ke vete kur ja jep motrës dhe vllau tënd, ke pra kënaqësi më të madhe që e bën ensarët atje në prirje të muslimanëve, por nga ana tjetër jo vetëm kjo, por ne kujtojmë hijretin para prak, atje në Etiopi, të cilët muslimanët do t'i presin të krishterët me që pejgamberi alayhis salam atje e pa pra atje e pa vendin e lirë dhe të drejtë. Por kur e marrim këtë rrugtim do të shohim se ai i cili e ka ndihmuar pejgamberin alayhis salam njeriu besnik nuk ishte musliman. Andaj unë në emër tim, në emër të stafit profesorëve të Fakultetit të Shkencave Islame dhe në emër të studentëve, fillimisht uroj juve, ju përshëndesim dhe urojmë për emisionet dhe emisionet dhe mbar besimtarve dhe le të mbretëroj dashuria, mirëqenia, afërsia në vendin ton ku jetojmë, në tokat tona shqiptare dhe kudo në botë. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë emisionit të Ritmi i ditës dhe që ndatë kohë të jeni sot dhe ku folëm gjëre gjatë për këtë natë të madhe. Ju faleminderit gjithashtu. Shikues të nderuar, atëherë mua nuk më ngele dë gjë tjetër veçse të ju rikujtoj edhe një herë se sot nata e madhe apo hijri do të festohet me një manifestim të begatshëm, me një program të mahnitshëm në Filharmoninë e vendit tonë, ku do të mund të transmetohet për ta parë edhe drejt për drejt në televizionin ton në programin e gjuhës shqipe. Atëherë unë uroj gjithë besimtarve musliman këtë natë të madhe dhe kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër veçse të shihemi edhe ditën e nesërme me materiale të shumta dhe me të ftuarit tanë special. Mirëmbëjtje.